Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam rahmetullah. Shpresoj të keni pas të gjerin të lehtë. Besoj keni kaluar mirë me pjesën e adhurimeve, namazin e natës. Radhës që kaloi, fillim fare pyetëm gjithmonë për shkak a keni një ndjesi për natën e Kadrit. Shpesh na kanë shkruajt për natën e Kadrit. Me sipas shenjave, në fund bëhet i rezume, po thjesht i pyesim vëllezër dhe motrat mos kanë pasur një ndjesi të veçantë, mos dikush ka pa në ëndër, mos dikush ka qenë mirë nga gjendja shpirtërore, dikush mund të ketë derdh lot. Se të gjitha këto vëlla janë algoritmin e kuptimit natës Kadrit. Zakonisht për shembull, kush ka qenë ata Kadrit, çdo njeri përpiqet të bëjë atë natën që ka të quhet të gjejë atë natën që ka bërë më shumë adhurim. Dhe ke parasysh në diskutim me njërin, më thotë më duket se ka qenë 21-ish, unë 21-ish si isha në shumë formë. Jo, thashë më duket se ka qenë 23-ish, si 23-ish isha më mirë namaz. Ore sikur me radhë dakord 90% e muslimanëve që është nata Kadrit, nuk duhet vërtetu derisa të mbaroj nata 29-30. Se prandaj edhe urdhri është që t'i jepet haku të gjithave. Prandaj nëse ti e përcakton parë e ke nxjerr jashtë kuptimit. Sidomos herë këtë vit herë që ke 10 natë që fundit gjitha dolën tek. Po pra. O me astronomi me kalendar, o me honën çupa, kështu që çdo natë sa të kemi mundësi, inshallah t'i bëjmë ibadet Allahut. Një nga dobit më të mëdha aty që duk si pak si diskutim jo i mirë i fillimit me punën në hënës, sa e kam shiu këtë 10 ditë që i fundit. Se nuk dihet kush është teke. Po ja bëjmë zmetin çiftës dhe tekës. Po, jo vetëm ajo, se nuk është vetëm nata Kadrit, po çdo adhurim, çdo gjë ka i peshë specifike, do t'ja shohim hajrin në këtë botë, dhe do t'ja shohim shumë në botën tjetër kur dalim para të Madhit Zot. Selamu aleikum nga Gjilani i Kosovës, Besim Demiri. Selamu aleikum nga Norvegjia, Arbian Gashaj. Kam një mesazh të lezetshëm. Dje kam pa në ndër thot se një letër e pasht u shkruante aty El Ghafur. Allahu Akbar. Pra falësi i madh për Allahun xhel xhelalu. Edhe inshallah ka qenë nata e faljes për gjithë ne. Shpresojmë që i madhi Zot që na ka të falë në ditë. Kemi selame nga Kërçova. Mashallah. Kemi lutje ngrohta të mira nga Mashallah. Shumë vëllezër dhe motra që Zoti i begatoft. Hani Elezit, kemi selame. Aranit Gjelo thot na keni munguar, se i pjesë e vëllezërve e motrave nuk e kanë ditë që kemi filluar, edhe tani po azhërnohen avash. Sepse patëm i shkëputje me thonë drejtën. Se i pjesë e njerëzve vëlla janë një çik në dilema, a të flejmë pak se mund të ikin punë, apo të dëgjojmë pak edhe herë i kap gjumi. Sot është shtunë. Sot është më ndryshe. Sot është pushim. Sot kush mundet i bën dhe i çikshër. Inshallah. Se kemi qenë domethënë nga diskutimet e fundit fare, kemi qenë domethënë në diskutim kemi qenë ndërmjet Jusufit dhe Musait. Do ta zbulojmë pak më vonë çim kemi zgjedh nga komentet Jusufin apo Musain. Kush do të jetë. Nga Tirana thot Allahu ju ruajt edhe juve. Mashallah. Sot ju begatoft. Nga Hamburgu. Shiqyr kemi vëllezër motra nga shumë vende të botës. Inshallah i themi lutuni për ne, na bëni dua. Edhe një përshëndetje nga Ulqini. Mashallah. Kemi pas nga Ulqini, sikur s'kemi lexuar, se normal që mund të kemi pas, po kemi pas. Me që ti ngacmove vëllezër dhe motra, thoj shpresojmë Musai shumica për temën e sotme. Subhanallah. Nga Ferizaj, nga Kosova, nga Italia, nga Deçani, nga Prizreni bukur, mashallah. Sa përqind janë agjërues në Prizren, na lajmëroni se është i vend që ndjehet vëlla Prizreni. Prizreni që ka shumë agjërues. Selam nga Tetova, gjithashtu. Mitrovica, edhe Mitrovica mbahet, domethënë. Po, ka shumë qytete. Edhe Tetova shumë. Edhe Gostivari gjithashtu. Jam ka shumë.
Jam interesant ta di për shkakun si do të jetë pjesa, se zakonisht për të kuptuar kjo pjesa e gjerimit është edhe falja kur bëhet të sheshit të Bajramit. Aty për shkakun fillon të kupton se sa njerëz zakonisht kur agjeron 30 ditë tu po dalë për Bajram se po. Mi normal, se shkon po falen. Nga Durrësi, na përshëndesin. Nga Rugova e Hastit. Këlqyra, Gostivari. Mashallah. Nga aty ku ishe për shembull që i lexove komentin ti që the Allahu i ruaj fëmijët, më shkru këtu dhe unë nuk e lexoj komentin. Për cin? Amrit, nga moment më kalon Facebook tani. Mashallah, se pash na po Allah thoj. Jo, më kalon Facebook, po unë ja lexoj. Se është konflikt interesi, amro na po Allah. Zagrebi, mashallah, nga Kroacia. Kaseli Gjermanisë. Fation Beqiri Kaseli Gjermanisë, Ramizu prapë nga Gjermania, Drenasi i Kosovës. Përshëndetje nga Elbasani, Fatime Stafa. Selam nga Belgjika. Tani mashallah. Zoti i begatoft, Zoti i rujt. Tani do të thënë njerëzit vendosen Jusufin apo më shumë ishin për Musajin. Më shumë ishin për Musajin. Edhe nuk e kemi trajtuar, me thënë drejtën, nuk e kemi trajtuar në total që me zauru mirë, sepse shkëputje kemi pasne nga gjithë pejgamberët e Zotit. Dhe me thënë drejtën, këto historitë e pejgamberëve kanë një gjë të veçantë. Do ta thash dhe dje, po e ndaj sot mesazhin, më shkruante dikush, thotë ja tregoj fëmijëve historitë që një gjojnë podcast. Kuptohet, besoj dhe histori jashtë podcastit që dëgjon tjerë, po them që për këto ditë bekura të Ramazanit, dhe kam zgjedhur thotë sa ti tregoj pralla, ti tregoj ose ti vej me muzikë në gjumë, me këngë me kështu, kam vendosur që ti tregoj gjërat që dëgjojnë podcast. Por besoj duke ju përshtat një fëmijë, që ti kuptoj. Kjo na ka ndodhur gjithëve. Edhe ne fëmijëve tani ja kemi treguar sa herë Asia më thoshte vëlla, tregon ai diçka, fillojsha unë e dikte. Filloi gjë tjetër, e ke parasysh kur fillojsha duke i tregu, se edhe Fatma i tregon shumë, po kur fillojsha mi tregu i ditë se fëmijët edhe i fiksojnë frikshëm historitë. Jo më thuj tjetër se këtë ma ke thon, ose kur ngjeshë unë thotë më thuj këtë se kem pëlqen. Edhe më pëlqeu se edhe pse edhe ky mesazh që merr ishte po njëjta gjë. Dhe thotë kur po ishim për iftar, që ne po anim iftar, e pyeta për ta testuar dhe nuk kishte harruar asgjë. Po. Pra fëmijës duhet më ja tregu, kuptohet sipas konceptit që mund ta kuptojnë fëmijët, po janë gjëra që mbesin pastaj për gjithë jetën. Është shumë e rëndësishme dhe më pëlqeu sepse është një gjë që duhet ta bëjmë gjithë. Se fëmijët janë shumë të pastër dhe janë si plant stelina, sido që ta trajtosh atë ashtu do të ngel. Ke drejt, në moshën kohët e verit, moshën 7 vjeç akoma, kam në memorie kur më ka thonë gjyshe për herë të parë kur më voni me tha të keqem nëna, tha thuj bismillah. Në atë kohë se kisha dëgjuar kurrë atë fjalë. Po, shumica mësojshin vjersha për enverin në shkollë. Kur kam dëgjuar atë fjalë, më buk kështu sikur bota e gjitha dhe mbaja i sekret shumë të madh me vete që s'do ta merrte vesh askush. Aq problem ishte. Kështu që tema e sotme tjetër për Musajin alayhis salam. Elhamdulillah. Edhe nuk e di a ke dëgjuar çfarë kuptimi ka emri. Musa? Jo. Tamam, është Musha sipas gjuhës së vjetër të egjiptianëve. Musha. Po. Edhe është fjala për Musën alayhis salam. Kur të arrisim ke pjesat që i është vendos ky emër, do ta themi sepse. Është interesant. Atëherë gradualisht futemi pak tek historia e Musait. Përpara se të futemi tek historia e Musait, bëjmë një përshkrim të situatës para ardhjes Musait, pra në kohën e faraonit. Faraoni mbahet si diktatori më problematik që ka pa bota. Dhe për shkak të kësaj, domethënë midis njeriu drejt dhe të mirë që ishte Musai, që donte që njerëzit ishin barabartë në tokë dhe përballë tij ishte faraoni i cili përfaqëson gjithë diktatorët derisa të shkatërrohet kjo botë. Pra faraoni është simboli i të keqes, prandaj thot Zoti u mallkua nga Zoti dhe nga njerëzit për atë që veproi. Dhe Musai është ana e kundërt e atij njeriu që është i thjeshtë, është besimtar, don që njerëzit jetojnë gjithë lirë.
Kjo është ballafaqimi. Dhe kështu e fillon Zoti edhe në surën Qasas. Dëshiron thot Zoti që ato që janë shtypur në tokë t'i bëj ato drejtues. Edhe këtu në këtë rast është për Ben Israilët, por për çdo popull që kërkon edhe ka njerëz që i ndriçojnë për të shkuar përpara. Kurse faraoni thoshte i nda njerëzit në grupe. Faraoni elita lart fare, vetë Zoti i njerëzve, pastaj paria e madhe, ministrat Hamani e këto që përmendën në Kur'an, pastaj egjiptianët niveli më i lartë njerëzor mbas elitës dhe pastaj Ben Israilët, të cilët ishin bërë robër. Atë më flasim për Ben Israilët që tërhoqi Jusufi në atë. Nga Jusufi, 12 vëllezërit e tij, pra 12 vëllezër që ishin me babën me nënën, mas shumë shekujsh. Ato ishin bërë shumë, tani Ben Israilët ishin shumuar dhe nga njerëz të respektuar siç ishin kohën e Jusufit, tani kishin përfunduar robër në bazë të një kriminali, diktatori, zullumqari pa kufi, që dashuronte më shumë nga gjithë pushteti. Pushtetin edhe ta adhurojshin atë pastaj si Zot, pra atë projnë në të gjitha aspektet. Dhe kjo është një nga problemet më të mëdha që do të ketë njerëzimi deri në kiamet. Midis betejës popullit për të qenë i lirë dhe të barabartë në një shoqëri, dhe midis asaj që të vjen diktator siç ne e kalum kur ishim në kohën e komunizmit, dhe çdo gjë i referoi një njeriu, të tjerët jetojshin kot. O do t'i bëheshin ur atij, ose do ishin njerëz persekutuar. Kurse ne kur tregojmë histori për Omerin, tha si arrini ti robroni njerëzit kur Zoti i nxorri nga barqet e nënave të tyre të lirë. Dhe kjo është beteja. Faraonin i tregojnë magjistarët nëpërmjet parashikimeve të tyre që jo shumë larg këto vite do lindi një fëmijë i cili ty do ta shkatroj perandorinë që ke. Dhe po ti thoje kështu faraonit, kishte përborxh me vrah gjithë botën. Dhe urdhroi vëlla ke Ben Israilët i sprov shumë madhe, ti vriste fëmijët që lindshin djem. Subhanallah. Po, deri këtu shkoi, nuk kishte asnjë lloj mëshire. Çfarëzie. Dhe prandaj Zoti e shpreh hidhërimin e tij edhe për ushtrinë e tij, sepse ato çdo zullum, sado i rëndësisht ato e zbatonin. Dhe i vrishin fëmijët e Ben Israilëve sa lindnin. Kishte ndonjëherë një tolerancë kur po u shkatrojshin fare, si kishin nevojë që edhe ca tishin që tu rritshin për të bërë shërbëtor, pastaj edhe robër, po magjistarët edhe ja fillun duke ja dhënë edhe me detaj se kur mund ndodhi kjo, se për shembull Haruni ishte se Haruni nuk lun shumë me Musa, vllai vet. Ishte në vitin që ato thonin nuk vjen këtë vit ky person që do të shkatrojë të pushtetin. Po. E prandaj përfitoi Haruni që nuk e vran fëmijë. Në vitin që do lindte Musai, ato e kishin qelluar djolla. Po. Nëpërmjet dëgjimeve, mos thym tani ke bota e xhinëve këto që marrin informacionin e kaderit, por ato e kishin qellu. Faraoni e bonte këtë gjithmonë, por tani i than ky duhet të jetë viti që ne kemi menduar. Ai edhe përpara ja vriste fëmijët thotë dhe i lente nënat gjallë. Ka sprovë më të madhe për një nënë se t'ia vrasë fëmijën ta lesh gjallë. Ishte i pa shpirt fare. Dhe kishin vënë kontroll në të gjitha shtëpiat e Ben Israilëve, egjiptianët në atë kohë, faraonit, dhe i shikonin gjitha gratë, është atë zënë, i kontrollonin, i bonin terror. Dhe nëna e Musait mbeti shtatzën dhe në të gjitha format mundohej që ta mbulonte atë. Dhe desh Zoti ja arriti kësaj, se i madhi Zot, thojnë dietarët e Islamit, Musa e ka filluar jetën me sfidë. Që kur ka në këtë botë që gjëja më e bukur për i fëmijë është sa mirë e presin, Musa a.s. e ka filluar me sfidë dhe i tillë ishte në fakt si njeri. Dhe Zoti i thot e wahina ila ummi Musa, siç e thon sura Qasas. Ne do shohim sot dy sure, sura Qasas edhe surën Taha, kur i flet vetë sunduesi i gjithësisë, Musait a.s. Wahina ila ummi Musa an ardhi'i, tha i dham frymzim nënës së Musait. Thojnë frymzim nëpërmjet ëndrrës, pra i dhaj ëndër të pastër që këtë fëmijë ti do ta lindësh dhe ushqeje atë me qumshin e gjirit. Kur të kesh fëmijë frik, hudhe atë në lumin Nil. Dhe ajo e mbante militar, e merrte djalin, i jepte qumësh, pastaj e lete, qofse vite ushtria do ta prente militarin të hikte fëmia në tabut që ja kishte kriju kushtet që mos mbytej. Imagjino me sa frikë. Por Musa ka pas gjë. Ja kishte dhënë Zoti dashurinë e vet, dashurinë kush e shifte Musain, kur ishte i vogël. Dhe e donte shumë, si çdo nën, po edhe më shumë akoma aq fëmijë i mirë ishte. Dhe kur informohet që krijohet situata që
aq shumë kishin ato spionllëk brenda sa u lajmëruan që mund të ketë fëmijë në këtë shtëpi. Dhe kur ushtria e rrethoi dhe do hynte, aja e preju dhe tabuti shkoi. Zoti i kishte dhënë nëndën një si ariq, nënës Musait. Thot, inna raduhu ilejke o gjailuhu min el murselin. Mos u mërzit, kur ti ta shlosh tabutin që të hiki, ti mos u mërzit, mos ai është dorën e Zotit. Por po t'jap dhe i lajm shumë të madh, i thot Zoti gjithësisë nëndër. Unë do ta bëj atë nga të dërguarit. Tani nana Musa i tha nga të dërguarit, po fëmia nuk e dia do mjetoj, siç është natyra njerëzore. Ne gjithmonë valla megjithëse e dim që i madhi Zot ka kriju gjithë universin, ne derisa të na vi qartë ajo që duam të shikojmë, ne fillojmë se është natyra njerëzore kështu. Duket sikur Zoti na ka harruar ose ne fillojmë dhe harrojmë fuqinë dhe pushtetin, por nuk është vetëm për ne. Kur Zekeria e pa Merjemen çai ndodhi, u bë sebe për të bëu dua pejgamber. Edhe pejgamberi ka nevojë ndonjëherë për shtys. Edhe pejgamberi se ne ke hendeku kur thyet atë shof këtë shan Sirin. Po, njerëzit se kuptonin. Thonë çfarë thotë ndër po ne kemi vështirësi të mëdha këtu. Dhe e hedh lumin Nil dhe vazhdon tabuti. Kishte bëu një ark që mos tu mbyste. Në kujdesin e të madhit Zoti qofshin fal. Siç kujdeset ai për gjithë universin, çka ka brenda saj dhe jashtë saj dhe kudo që ka kriju i madhi Zot, vetëm ai e di se sa i madhërisëm është. Dhe në mënyrë graduale mbetet vëlla tek porta e madhe e cila ishte me pamje nga Nili në pallatin mbretëror të faraonit. E marrin shërbëtorët e Asias, bashortës së dashur të faraonit quhej Asia. E marrin ato, pa i ditë se çfarë është, hapin shohin fëmijë. I madhi Zot këtë bashorte të faraonit e kishte bërë që nuk lindte fëmijë. Qive se si ndërlidhet kaderi i madhit Zot. Dhe e thrasin, sa e shikon ajo, i ngulitet i dashuri, si me e pas fëmijën e saj, dhe nuk i ka hik më vllai dashur derisa ka ndruar jetë. E shikon, edhe i jep Zoti i dashuri se Musës kështu e kishte kriju Zoti, kush e shikonte e donte shumë, në veçanërisht kur ishte fëmijë. Dhe ajo ka thonë, ku e gjetët? I thonë të këto pemët edhe ke uji i Nilit. Edhe ajo vjen emrin Musa. Musa është njeriu i cili gjendet midis ujit dhe pembe. Kështu e ka kuptimin Musa në gjuhën e Egjiptit vjetër, gjuhat armaike që kanë qenë shumë më përpara. Dhe shumica thojnë nga kjo vjen emri Musa. Ibn Imran, babai i vet është quajtur Imran. E merr dhe e don shumë. Kishte përborx me u vra me faraonin për atë fëmijë. Faraoni nga ana tjetër si zullumqar i madh kishte dhënë urdhër që çdo fëmijë të vritej. Ishte viti që do të vritin të gjithë. Pa përjashtim. Dhe i shkon Asia me i dashuri të madhe dhe thot, na është dhënë një dhuratë. Qurratu ayni li wa lak. Kjo është gëzimi më i madh në jetë për mua dhe për ty. Po, aq shumë dashuri kishte. Kurani ka shpjegon. Dietarët kanë thonë që faraoni ishte shumë i artë, ka thonë, ky mund të jetë kënaqësi për ty, por për mua s'bëhet ky kurrë kënaqësi. Sikur e ndjete që ky fëmijë do ishte ai që do t'ia shkatronte me themel perandorinë, pushtetin, zullumin, krimin e të gjitha të këqija që ai kishte. Dhe e bën sebeb i madh i Zot, i qofshim atij fal, që ky kriminal a di çfarë ndodh valla, dikush që po na dëgjon. Do thotë që po mirë, Zoti pse e lën të këtë? Sepse është treguar që ka thonë, në qoftë se i them tokës hapet dhe e fut poshtë faraonin. Qoftë se i them qiellit i bjen dhe e shkatron. Qoftë se i them detit ngrehet si male dhe e mbyt. Qoftë se i them çdo krijesë time që kam ushtrinë e pafundme e shkatrojnë. Ka thonë Xhebraili, pse o Zot nuk e bën? Se ke mu ka thonë s'ka si vlerë për mes merr me atë. Subhanallah. E kupton? Ai s'kishte vlerë, Zoti më mor me atë. E kupton se ne i vlerësojmë, por është i pa vlerë ke Zoti fare. Siç është dhe gjithë bota ku jetojnë raport. Ai nuk e ka problem fare. Domethënë është i pa vlerë, ka thonë. Që unë të rudhroj tokën ose qiellin për atë. Por kjo ndodh edhe ai nuk ja prish dot Asia se e donte shumë. Dhe nuk i shkoi kurrë në mend që ky fëmijë mund të ishte ai që do t'ia merrte pushtetin. Dhe thojnë komentuesit e Kuranit famlar, ky fëmijë i cili qëllimi ishte për ta vrarë, Zoti ja solli me urrit në
në pallatin e vet mbretëror. Kupton çfarë dëmi i bën njeriu vetes edhe se si Zoti të turpron dhe t'i bjen gjërat andaj gati nuk i mendon. Meru me cilin duash, jo me Zotin e gjithësisë, si qofshim atij fal. Tani pa t'i dhënë fjalën nënës reale, se Asia po bëj ajo që po e pirësonte. Kurse nëna reale ishte ajo që kur ju nda, si tham, çdo fëmijë e don nëna Musait e don edhe më shumë se i kishte skalit dashurinë Musait. Dhe u mërzit shumë gati sa s'po e thoshte që o fëmia im. Dhe e mori vesh, apo la vajzën. I la vajzën ta shinte se ku do shkonte, por kur e mori Asia u bë xheloze. Po u qetësu, po normal se fëmia vet. Po u qetësu dhe Zoti i kishte thonë do ta kthej dhe do ta bëj nga pejgamberët e mëdhej. Dhe ajo me zor po e mbante veten derisa Zoti nuk e la që të pinte qumësh ka si femër tjetër Musajin. Dhe Asia u tremb shumë. Kërko nëna që ishin me fëmijë të vegjël, ti jep të qumshin nuk pranonte Musai dhe ai pati frikë se do të smua, do shkatrohet pa ushqim. Dhe motra gjen një formë me një shërbëtor më të afërt Asias, ta ju tregoj unë sa. Është një nënë ekzemplare për këtë, ajo ishte me Harunin. E kupton se një vit luajn. Dhe ju tregoj unë thot për një nënë e cila qumshi i saj është i bereqetshëm. Thot Asia, mam, merrni shpejt dhe çojeni. Dhe çojnë që nëna vet. Ajo ja kishte filluar qumshin me kohë. Edhe i thonë shërbëtorët Asias, e kemi gjetur dhe e pinte qumshin dhe po rritet e po fuqizohet. Asia e donte edhe vet, edhe nuk e ditë që është nëna vërtet, dhe mirë i thote po jepini qumshin ma sillni këtu, nuk rritet dot as i ditë pa e pa. Dhe përveç se tha të vrasim, tha do ta vrasim. Jo që se vrau, po familja e Musait tani u bë familje ngritur fare. E rute ushtria faraonit, i sillte Asia dhurata pa fund. U bë nëna e Musait tani një nga, jo që se prekshin dot, po ishte në mbrojtjen e vet të Asias të gruas të faraonit. Që si e ktheu i madhi Zot situatën. Dhe Musa a.s. lëvizte nga nëna reale në dashurinë e Asias dhe duke u rritur në pallatin mbretëror të faraonit. Dhe kështu vazhdoi. Çfarë ndodhi? Në pallatin e faraonit merrte dijen e botës. Aty ishte kulmi i qytetërimit në atë kohë. Aty merrte të gjitha format fizike të fuqishme. Aty kishte stërvitjen komandantët më të mëdhenj të botës, aty kishte mentalitetin më real, vizionin e botës se si u drejtonte për çështjet e kësaj bote. Kur shkonte ke nëna reale, merrte fen. Dhe Musa u rrit midis tyre dyjave. Nëna vet ja tha: Musa, Zoti i gjithësisë më ka folë dhe më ka frymëzuar, më ka thonë këtu i tregoj historinë atë që e tregum ne, dhe më ka thonë wa ja'iluhu min al-mursalin, dhe do të bëj ty të dërguar Zotit. Dhe Musa a.s. që kur u rit i vogël nuk e ndante emrin e Zotit nga gjuha vet. Por kishte cilësi shumë mëdha siç ka pas çdo pejgamber. Megjithse jetonte një pjesë kohë sepse Asia nuk rrinte dot shumë pa Musain, e urrente faraonin pafund. I urrente vezirët, ministrat, njerëzit që rrinin me faraonin pafund për shkak zullumeve dhe të këqijave që i shifte brenda. Dhe Zoti po e rriste aty për ta patë keqen me sy, kur të vite koha e urdhrit hyjnor dhe të bonte pejgamber, të bonte betejën që meriton sepse i njifte nga afër, s'mund t'i bëshin fasad ato. Dhe jeta e Musait ishte midis ben Israilëve që shkote ke nëna, dhe aty merrte fen e kujt, nga rrjedh Musai, rrjedh nga Jakubi pra, nga bijtë e vet, nga fiset që erdhën. Dhe atje merrte besimin e Jusufit a.s., besimin e Jakubit, besimin e Ishakut, besimin e Ibrahimit a.s., besimin e Ismailit, njerëzve që kishin qenë pejgamberë gjigant të botës e shumë të tjerë, Shuaibit e Merad, që ishin më përpara. Dhe erdhi situata, Allahu u rrit me këto parametra. Besimtar i madh, i drejt, i sinqert, ndihmës, ku gjente Musai si ishte i fuqishëm, ku gjente me ndihmuaj ndihmonte. Dhe i vinte shumë keq për beni Israilët, sepse i përsekutonte kaq shumë faraoni. Tregon Zoti në një ditë thot, hinë gaflet, do të thot në një kohë që njerëzit janë pushim shtëpi. Shikon një nga beni Israilët zihej me një person nga egjiptianët. Dhe e pa që ky egjiptiani po e folte keq, ju duk sikur po e përsekutonte atë pjesë kapi,
afrohet për t'i nda dhe e shtyr këtë egjiptianin, që po bonte padrejtësi ndaj këtij beni Israilit, dhe ai rrëzohet dhe vdes. Dhe u trem Musai, edhe u kthy direkt e tha, kjo është, siç është në sura Qasas, kjo është nga veprat e shejtanit mallkuar. O Zot, tha, pendohem të këtij, dhe Kurani thotë dhe Zoti e fali. Po këtë e ka marrë vesh masi u bë pejgamber. Tha, o Zot, po të lutem, mos më bë kur mu t'jem në krahun e zullumqarëve. Ju betu Zotit edhe më shumë se sa që ishte deri në atë kohë. Dhe thot filloi të kontrolloj situatën, çfarë do ndodhi. Do u merrte vesh sa do e dënoni, si do vite situata. Brenda pallatit mbretëror kishte armiq shumë që e kishin xhelozi pse Asja e mbante aq mirë. Dhe kishte xhelozi se ky i fliste drejt gjithmonë. Kishte autoritetin e Asjes, ishte bashortja e faraonit dhe ky kishte fjalë të mëdha në pallatin mbretëror. Ke parasysh janë këto pallat mbretërore, sa skema dhe intriga kanë, ky folte drejt dhe ato ishin mundu gjithmonë ta kapin me një gabim. Vdiq ky egjiptiani, po nuk e pa njëri. Të nesërën Musa i duke pa situatën, shikon vllai dashur, ky personi i beni Israilëve u zite me një egjiptian tjetër. Dhe duke qenë se tani e kapi që ky beni Israili e kishte fajin, ju afru këtij edhe deshti flasi drejt siç e kishte Musa i timi, siç e ka pas gjithmonë, pastaj që do e tregojmë. Kur ju afrua ju trem. Tha, o Musa, mos do të vrasësh mua siç e vrave dia filanin. Po, edhe ai egjiptiani direkte i iku në pallatin mbretëror dhe i lajmëroi njerëzit. Faraoni po parin në veçanti. Dhe faraoni asnjëherë s'e ka dash. Vetëm për merak të Asjes, se vetë asnjëherë nuk e ka dash. Dhe direkte deshën nxjerrin urdhrin që ta vriqin Musain për vrasjen. Desh Zoti njëri, mendohet është ai që e ka fshirë besimin që do flasim ne më mrapa, ka ardhur sot Zoti dhe hecte me nxitim. Dhe e donte Musain, ishte brenda pallatit mbretëror për nga njerëzit e mirë, gjithmonë kudo ka njerëz të mirë. Dhe i thotë, o Musa, paria do të vendosi me të vra. Unë të këshilloj se ato kanë inate personale me ty dhe do të ta çojnë çështjen deri këtu, megjithëse Asja mund të mbrojë, po do e ketë vështirë, unë të këshilloj largohu nga zullumqarët. Dhe thot Zoti, Musa i la të gjitha kur u kriju kjo situatë dhe u nis drejt Medienit për t'u larguar për ca kohë. Ligji në Egjipt në atë kohë ishte që nëse të kapshin brenda 10 vjetëve për një vrasje që kishte ndodhur, megjithëse ishte pa dashje, po ato do e lunin sikur ky ishte me beni Israilet dhe ishte kundra egjiptianit, të dënonin. Nëse kalonin 10 vjet, binte ligji. 10 vjet. Kështu ishte rregulli në atë kohë. Me çdo gjë është plan, se i thot pastaj, kur vjen u ejte ala qadrin ya Musa. Kur vjen puna që i flet Zoti gjithsesi sot ti ke ardhur në kohën që të kisha planifikuar o Musa. Vllai dashur, çdo element i jetës tonë ne e marrim kështu, e folëm i ditë. Mos në vlerëso as njeri se ke çdo njeri ka art. Ke çdo njeri as i detaj nuk është i rastishëm. Është i planifikuar dhe brenda kaderit të madhit Zot. Ai që sot duket ty më i vogli dhe më i ulti dhe ti se vlerëso, i dita i mund bëhet aq i madh sa ti të bazosh jetën tënde në hallin që ke ndaj atij. Valla shumë interesante jeta. Prandaj gjithë njerëzit janë barabartë, ditën e gjykimit do shohim kush ka qenë më i devotshëm. Niset thot në drejtim të Medienit. Direkte si tham, Zoti në kishte këtu. Bëri gabimin, Zot më fal. Mos më bë mua ndihmës të atyre që janë zullumqar, po më bëm ato që janë drejt. Pastaj i tha i madhi Zot, kjo ishte punë e shejtanit. Mos e lejo atë më që të ngatroj mua. Dhe kur sa u nis për Medien, nuk u dinte valla do kalonte shkretirën, do shkonte me një popull tjetër. Tha o Zot, kërkoj ty të më japësh udhëzim te udhtim. Por çdo gjë vllai dashur. Dhe i kishte lutjet shumë të bukura. Niset dhe sakrificat e rrugës. Imagjino, ishte në pallatin e faraonit, Zoti e sprovoi. Edhe tani, jo që s'kishte më gjitha të privilegjet, po u largua edhe nga familja reale që kishte, se kishte atje babën, kishte nënën, kishte motrën, kishte Harunin. Imagjino çfarë sprove. Si puna që i vdiqën profetit Xhai dhe nusja vet. La, ti ngelte vetëm Allahu më dhnushëm. Pa lek, pa gjë fare. Çdo gjë zero, shko tani se të kuptosh kush është Zoti tamam. Po, ky është plani. Po, ndarja nga njerëzit, s'ke më nevojë as për ballat mbretëror, as i gjë, as për familjen tënde, shko tani në meditimin e madh të shumë viteve që të presin. Shumë interesant. Dhe niset vlla me një karakter të madh, me një fuqi të madhe që e ka pas, dhe thot udhton. Kur udhton, arrit pastaj në qendrën duke pyet, në qendrën ku njerëzit mblidhin ujin. Uji ishte gjë e madhe në atë kohë, siç ishte Nili në Egjipt. Dhe njerëzit aty vinin për të mbushur ujë për vete, për kafshët e me radhë. Thot shefi situatë që shef shumë burra, të cilët qet, mbushnin ujin për vete,
i jepnin për të pirë kafshëve, dhe kur kthe kokën djathtas, Moses ishte mësuar me papa drejtësi, vëlla, nuk do ishte tipi që folte. Shikon 2 vajza. Ato shumë të mira, të qeta, po nuk u afronin me mbushuj, kishin ato enët me vete. Dhe i tha ky, ma khatbukuma. Tha, po ju pse rini këtu dhe nuk i mbushni enët? Thanë ato, po ne presim derisa meshkujt marrojnë punën, edhe nuk hymë mes, as mos na ngacmojnë, as mos të krijojmë relata, por babai jon është moshë të madhe dhe nuk vjen dot vet. Gjithmonë ka pasardha ai tani na ka ra barra neve. Po mos hymë në probleme morale edhe etike me njerëzit, se si janë gjithë mirë, ne presim derisa të mbarojnë ato. Po su mërzisni, tha Musa. Imagjino ato i kishin bashkomsit e vet, asnjë si merrte më ja mbush enët. Mos u mërzisni, tha, jam unë këtu. Apo si ishte edhe i fuqishëm, një çku shpejt, një t'ja mbush, një t'ja sjell. Edhe ato u çuditën. Imagjino, njerëzit e vendit tënd nuk ndihmojnë. Një i huaj i ndihmoi. I thanë ato, po çat, jo, tha, si gjë. Vazhdoni, tha, ishte kënaqësi që e bëra. Ha? Geni profetik, geni i profetit të dashur të Zotit gjithësisë Musait alayhis salam. Pastaj ka bëj dua të bukur, vëlla. Pastaj e bëri këtë vepër të mirë. Piu pak ujë që qetësu dhe ul, thot Zoti, në hijen e një pemë. Ka thonë, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zot, unë çdo të mirë që ti të më zbresësh dhe të më shohësh, unë jam shumë nevojtar. Se i humi të gjitha, po s'humi Zotin. Tha, o Zot, çdo të mirë që ti mendon që mund të ma sjellësh, unë jam shumë nevojtar. Fakir, a themi ne fakir filani, këtë shprehje ka përdor. Fakir jam, i madhi Zot, po këty jo. Fot pat aty jam i pasur. Pa kalu pak minuta, vetëm kur shikon një nga 2 vajzat. Thot Zoti, kjo vajzë që erdhi, një nga 2 motrat, erdhi dhe ecte me etik dhe me turp. Vllai dashur, nuk ka problem më të madh se sa sot ne meshkujt, si intrigant që jemi kur duam të plotësojmë pasionet tona, ne gjëja parë që duam të kenë femrat, mos të kenë turp, mos të kenë etik, mos të kenë karakter që ne të plotësojmë pasionet tona. Zoti i gjithësisë e ka përshkruar femrën që duhet të ketë etik, moral dhe të ruaj veten e vet. Kjo është dileme e madhe sot që shumë femra e lejnë veten në intrigat, në mashtrimet mashkullore, për të plotësuar ato pasionet e veta, po humbin karakterin, moralin, sjelljen, të ardhmen e vet femrat sot. Po flas në botë, nuk e kam vetëm për shqiptarët. Është një skem Epstein. Siç e dëgjuam vendet më të zhvilluara të botës, femrat ishin plaçka. Se është fol për lirinë, është fol për lirinë e femrës. Jo, nuk është ideja vetëm liria e femrës, është ideja të jemi të lirë me shkuke femra. Do të kuptoj mirë kjo. Kurani thot, erdhi dhe ishte e turpshme. Ishte femër e cila, ç'a themi ne sot? Shoqëria jon. Allah, s'kemë që mu martu, ma janë shkatru femnat fare. A themi kështu? Sepse kur vje puna për të martu, e dum turpshme, të rregullt, e dum që mos të ketë qenë me meshkuj përpara. Kur vje puna që jemi intrigant dhe mashtrues meshkujt për të arrit pasionet e veta, dum që të bëj gjitha të këqijat. Është kështu apo jo? Dhe masi i bëjmë gjitha të këqijat, themi s'ka më për të marrë për grua. I grua nuk ka pse ta sheh si një femër veten e vet. Një femër që është e moralshme, është e turpshme, është e sjellshme, është familjare, e ka mendjen për të martuar, është si ujë pakët, e mbajnë me gjitha të mirat bashorti që do e marri. Pra nëse do të shikosh për perspektivën, në perspektivë çon morali, etika, sjellja. Ç'a tham ne para ca podcasteve, kush janë 4 gjërat që shkon në xhenet me gradë të larta një femër? I fal 5 vakte, tham kështu. Agjiron muajin e saj. Ruan nderin e saj edhe respekto bashortin e saj. Kush i bën këto, i hapen 8 dyert e xhenetit. Kjo ishte nga ato femra. Erdhi dhe shtëpia ishte afër, i tha, babai don të takoj, të të shpërblej për atë që ke bë. Ose minimumi ta ketë kënaqësi të takoj për të mirën që na bëre neve. Dakor? Dhe Musa alayhis salam ka shku për ta takuar këtë njeri, edhe për të parë gjetën në një vend pune, gjetën një perspektivë në Medjen për shkak të asaj që i ndodhi në Egjipt. Bisedon me këtë njeri të ndershëm dhe të mirë, dhe kur ja shpjegon situatën se sa zullum u bonte atje, si u vriqin fëmijët e radha, i thot qad najata min al-qawmi adh-dhalimin. Ishte i zgjuar, i tha, të paska pas Zoti që ke i nga i popull. Nga i kriminal që quhet faraon.
Pas ka pas Zoti që ka ardhur këtu. Nuk është I njëjti qytetërim, ishin më të zhvilluar, po ti je më rahat këtu për natyrën dhe mirësinë që ti paske. Të falenderoj shumë që më ndihmove vajzat. Tani kjo vajzë që erdhi, ç'a I tha? Kjo që erdhi kur e gjeti ke pema. Tha hajde se babai kaq një fjali vlla. Nuk I tha hajde bëjmë xhirë të tregojun me djenin. Nuk I tha as çeke halamet djali. Kur në fakt ajo thellë në shpirt e kishte pëlqyer Musajin. Thellë në shpirt e kishte pëlqyer Musajin për sjelljen, për fuqinë e për karakterin që ju duk asaj, për forma e moralshme si I fliste. Por nuk e shprehu asnjëherë. Kur ishte ke shtëpia në syt babës vet I tha inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Tha o baba, mos ndosh tash I ve edukata. Sot vajza s'dun më di, s'digjo prindi se ku është. Me lloj njeriu të çuditshëm, derisa një gjë pastaj u vran, një aksident, problem dhe prindi s'di akoma asgjë vlla e ka rrit me sakrifica atë fëmijë, qoftë mashkull apo femër, qoftë djalë apo vajzë. Kurse ajo në syt babës tha njeriu më I mirë që mund të marrësh tha. Unë mendoj baba që duhet I fuqishëm edhe duhet I ndershëm. Baba kur u shkëput pak nga Musa I tha moj bia ime. Ku e di ti që ky person se ti nuk e njeh shumë, është I ndershëm dhe është I fuqishëm. Tha o baba për punën e pash të fuqishëm kur e mbushi ujin, atë që 10 vet me zor e mbushin ky e mbushi vetëm. Kurse për ndershmërinë kur po vinin për shtëpi, më tha, unë do eci para, ti do ecësh mrapa. Dhe me zëm trego rrugën që duhet marr, se ne në zakon në besim e kemi që nuk rrim pas femrave. Dhe kur e kuptoi babai që vajza e kishte pëlqyer, e thret Musajin. I thot, kam një ofertë. Thot Musa I po, sa ishte lut Zotit, ç'a I tha ke I apemës? O Zot, çdo gjë të mirë që ti mendon që të ma sjellësh, unë hall të madh jam. Po Zotit madhnushëm I tha. Dhe kush ja thot Zotit me përulje, Zoti I përgjigjet. Kurani thot, me yujibu muddarra idha da'a. Kush I përgjigjet nevojtarit kur ka nevojë, përveç se të madhit Zot, dhe ja largon atij brengët dhe hallet që ka. Dhe Musa I këtë gjë bëri. Dhe I thot do t'jap një ofertë. Po I tha Musa I, unë do të martoj me një nga 2 vajzat, pra ishte për këtë se e kishte kuptu edhe babai që kishte një ndjenjë te këtë 2. Tha unë mendoj që ti të martohesh me një nga 2 vajzat e mia. Po për këtë ti të më shërbesh mua 8 deri në 10 vjet. Zgjidh një nga të dyja. Dhe Musa I pranoi. Tha atëherë Zoti është dëshmitar midis nesh që unë do të shërbej 8 është minimumi. Në qoftë se ato bëhen 10, atëherë është mirësi nga ana ime. Dhe ky ishte pakti. Dhe elhamdulillah direkt e gjeti punën, gjeti familjen, gjeti bashkëshorten, pastaj e shtoi Zoti me fëmijë, pastaj e shtoi Zoti me bakti, me mirësi, me pasuri dhe për 10 vjet Musa I alayhi salam kishte kohë edhe për të kriju familje, kishte kohë edhe për të meditu, kishte kohë edhe për t'i pa mirë qellin, kishte kohë për t'i pa mirë dhe kafshët, për të pa mirë pemën, për t'i pa gjërat që ka kriju Zoti, për të pa lumen që rrjedhin, për të pa krijesat e Zotit, shpendët, insektet, çdo gjë, sepse ti e ke parasysh një pjesë I binte që ti ishte bari. Ishte I lidh me natyrën, valla, nuk ishte në beton si puna jon. Na ka marr malli me pa I erë qellin, sa I bukur është natën se dritat nuk na lën. Dhe nga betoni kalojmë beton, edhe nuk po lidhemi dot me natyrshmërinë e besimit. Dhe I mathi Zot vllai I dashur e begatoi për 10 vjet. Po kuptohet, I atyre 10 vjetëve ai vazhdonte të ishte shumë I mirë, po e merrte malli për familjen. Familjen e kishte marr malli shumë, se si sot vllai që hyp avionit dhe shko shpejt. Plus që çfarë tha më 10 vjeç, çfarë kishte 10 vjet? Po, ishte ligji. S'ka doja fati. Edhe faraoni vetë kishte vendosur ligj, nuk I bonte dot gjë. Dhe mas 10 vjetësh ja plotsoi jo 8 po 10, e ka pyetur pejgamberi alayhis salam Xhibrailin. O Xhibrail tha kam kureshti Musa 8 apo 10? Sa vjet u kujdes dhe I tha 10 vjet. E plotsoi dhe kështu ka qenë pejgamberi to Muhammed, tha I plotsoishin gjithmonë maksimalen e afatit që vendoshin. Dhe I thot babait, ishte akoma gjallë të domethënë vjerit vet, I thot mund ka marr malli me shku me taku nënën, familjen, vllajin, motrën. Prandaj do të nisem. Se afati mbaroi. Kuptohet që mund të ishte martuar edhe vajza tjetër, kishte kush e mbante atë. Tha dakord ty Zoti shpërbleft për këtë amanet që ti e ruajte. Ishte pjesa vëlla e cila po flasim para pejgamberllëkut. Musa, që të kuptojmë se arriti aty, Musa ishte përgëzuar ke nëna vet që do ishte I pejgamber dhe me këtë ndjenjë kishte jetu. E dyta,
Kudo që shkonte, emrin e Zotit e kishte në gjuhën e vet duke u lut. E treta, sa ti dilte i variant mendjen e kishte me bërë mirë. Siç desh me ndihmuat e Beni Israilin aty, megjithëse pa dashje i bëri dëm egjiptianit dhe kur i pa këto dy vajzat i ndihmoi për një herë. Tani vëlla niset për shku në Egjipt, nga që kishte skaduar dhe afati që mund ta dënonin, edhe takonte nënën, takonte motrën, takonte vllajin, nuk përmendet baba në fakt, mund të kishte ndruar jetë Imrani, se quhet Musa ibn Imran, Musa babai i biri i Imranit. Niset vëlla. Niset për në Egjipt. Kur rinin Beni Israilet, akoma vazhdonte robrimi i madh. Rrugës, kur po kalonte në kodrën Tur, moti ndryshoi plotësisht dhe e humbi Musa alayhi salam orientimin. Thojnë komentuesit e Kuranit, Musa alayhi salam humbi orientimin për të gjetur orientimin. Sa aty ku duket që ty po të zej bela, aty është i mëshira e madhe e Zotit. Aty ku duket ty shumë e zezë, aty ka bardhësi pafund, po ti po nxitohesh. Dhe Musa alayhis salam i kishte edhe familjen me vete, kishte bashortën, kishte fëmijë dhe kishte pasurinë që kishte marrë me vete, donte me çu pasuri edhe ke familja atje. Dhe nuk po gjente rrugën nga do shkonte, ishte nadh vllai dashur. Dhe duke parë i kap syri një zjarr. Zjarr nga larg. I tha familjes, ju lutem duroni pak sa të shkoj tek ai zjarr, minimumi të marr një gat zjarri të shohim pak rrugën, se hyje s'kishte më dhe hënë, ose ndoshta atë zjarr e ka ndez një person, edhe të më japi shpjegim nga është rruga. Ishte mësu Musa alayhis salam natën edhe atje ku ishte, pra nuk është si sot që ne kemi frikë vëlla me dal natën se jemi mësuar tjetër. Musa alayhis salam nuk e kishte problem këtë pjesë. Dhe shkoi. Familjen e la për pak për ta prit. Çfarë i ndodhte vëlla? Duke u afruar për në kodrën Tur, kur arriti tek lugina e bekuar Tua e quhen Zoti i gjithësisë në Kuranin famlar, shikon vëlla që u afronte tek zjarri ndaloi. Ke parasysh i ka ato kështu? Mbeti pezull. Dhe u afronte më shumë dhe zjarri nuk lëvizi më. Kur u afroi dhe më shumë, ishte mësu në vendin ku jetote, në Medjen, ishte mësu me gjëra të çuditshme, i zjarr këtu, i hija atje, më kupton gjërat kësaj natyre. Por kjo që po shikonte në këtë rast nuk ishte si të tjerat. Dhe kur u afroi dhe më afër, që shkeli në luginën e bekuar Tua, aty zjarri lëvizi dhe u tërhoi që dhe u fut brenda një pemë të madhe dhe u kthye në dritë dhe në nur. Dhe Musa shtangu, sepse nuk po kuptonte se çfarë ndodhi nga zjarri që shpresonte të shikonte dikon asnjë s'kishte aty, dhe në të njëjtën kohë zjarri u transformua dhe u boi dritë e madhe, e cila filloi nëpërmjet kësaj peme dhe pastaj filloi të ndryshohej çdo gjë përreth Musait dhe u shtangulla. U shtangaj shumë sa vetëm një gjë e ka lëkund. Thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, hel ataka hadithu Musa. Ata erdhi ty informacioni për pejgamberin e madh Musa Muhammed. Muhamedi alayhis salam dhe arabët kanë pas një uri nga librat e shenjtë përpara. Fare. Muhamedi alayhis salam si ka ditë këtë histori. Tha ata erdhi ty o Muhammed lajmi i madh i Musas. Kur i tha familjes tij, qëndroni pak sa të shkoj të marr një gaz për zjarri ose të gjej dikën që të më udhëzoj. Ktu kanë thënë dietarët e Islamit i shprehje të madhe. Çdo njeri në botë nga 8 miliard që janë sot mund të shpresojë mbas kësaj që ka ndodhur aty çdo gjë. Nga i gjë që s'është asgjë, mund ndodhi i gjë që është gjithçka. Nga i gjë që duket e kotë dhe e vogël dhe e rëndom, mund ndodhi ajo që e kthen gjithë universin mbrapsht. Mbas kësaj thojnë dietarët e Islamit shpreso çat dush se i madhi Zoti qofshim atij fal, mund të t'japi dhurata që njeriu kur nuk i ka imagjinu, si ka shku në një mendje. Ç'a ndodhi vllaim? Siç ishte në këtë pozicion çdo gjë u ndryshui dhe Musai mbeti. Ktu duket vllai dashur sikur çdo gjë në univers ndaloi. Pra në kuptimin nga ngjarja e madhe që do ndodhte, nuk ishte ndodhur ndonjëherë dhe mbas asaj nuk ndodhi më. Hel ataka hadithu Musa. Atë erdhi ty informacioni për pejgamberin Musa. Nudi ja Musa. Siç ishte kështu,
Vetëm kur i ndodhi gjë që ne kur s'kemi për ta kuptuar, vetëm qoftë se do shkojmë në xhenet dhe do të na flasë Zoti i gjithësisë. Nu dia ja Musa. U thirr dhe ju tha o Musa. I foli vetë Zoti i gjithësisë. I qofshim atij fal. Hera e parë që ndodhte që Zoti, prandaj them, sikur i gjithë universi ndaloi, sikur ai nur që ishte aty që u ndriçua gjithçka, sikur u ndriçua gjithë universi. Pse vllai dashur, do fliste ai që ka krijuar gjithçka. Qofse ne pyesim si fliste, është gabim në Islam. Çdo lloj imagjinate që ne mendojmë se si mund flasi Zoti është gabim. Se Kurani thot lejse kemithlihi shay'un wa huwa samiun basir. Ati nuk i përngjan askush dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Pra kur thot si përngjan askush, çfarëdo që të mendojmë ne si mund flasi Zoti, ajo nuk pranohet. E kanë pyet Musan, si, dhe mendohet që ka thonë vetëm i shpjegim. Ajo që më çuditste thot ishte që për shembull zëri ka gjë kur vjen këtej, sa më shumë afrohesh, lartësohet. Sa më shumë largohesh, aq më i vogël bëhet. Thot ngado që u drejtoja dhe lëvizja, zëri ishte i njëjtë. Sepse po fliste vet Allahu xhella xhelalu. I ka thënë vllai dashur, inni Allahu rabbul alamin. Unë jam Allahu Zoti i gjithësisë. Në surën Taha ka thonë inneni ana Allahu la ilaha illa an. Unë jam Zoti një dhe një vetëm, s'ka zot tjetër përveç ne. Fa aqimi salate li dhikri. Falu që të më kujtosh mua. Po afrohet dita e kiametit, do të humbi vetëm ai që nuk është në rrugën e drejtë. Musa a.s. Imagjinoje vetë vëlla të shkosh me marr një gaz zjarri ose të gjesh një person që t'japi udhëzim e të flasi vllai dashur Zoti i gjithësisë. Dhe ka mbeti shtangur. Ka fol në fillim vetëm i madhi Zoti qofshim atij fal. Musa a.s. ishte më i lumturi që ka parë në bota. Imagjino vëlla me të fol Zoti vet. Të jep një ndjesi dhe ishte vëlla në qiellin e shtatë. Qa privilegji, qa mirësie. Një rob i rëndom si që jemi njerëz ne, t'i flasi vetë Zoti i botra. Ka ndodhë vetëm këtë rast, e s'ka ndodhë mo, profeti jonë ka fol vetëm natën e Miraxhit. Dhe ka fol Zoti i gjithësisë si që shpjegohet në Kuranin famlar. I ka fol Musas. Musa a.s. u knaq duke dëgju. Ishte hera parë. S'kishte ndjerë në njërë knajsi më të madhe, begati më të madhe, lumturi më të madhe. Imagjino të flasi Zoti i gjithësisë. Dhe Zoti për ta futur tani në skenë, për ta përkodel dhe më shumë, mirë që i foli vetë dhe i tregoi kush është Zoti i gjithësisë, krijuesi i qejve dhe i tokës, që i thot diçka e bëu dhe ajo bëhet, s'ka fillime, s'ka mbarim, i qofshim fal atij për emrat dhe cilësitë e përsosura, po i dha i privilegj tjetër, e futi në bisedë. A menon dha çka ndodha apo? E futi Zoti në bisedë. Si? Wa ma tilke bi yaminika ya Musa. Çfarë është ajo që po mban në dorën tënde të djathtë? Musa erdhi në vete. Se si ishte në vete Allah. Tani ju dha privilegji me fol. Musa do të thoshte ky është Zot është një shkop, apo jo? Qale hi asai. Tha ky është shkopi i madh i Zot. Me këtë më vështetem. Me këtë i hedh gjethet për kafshët, me këtë bëj punë të shumta dhe pastaj thonë dietarët ndaloj. Pse? Me fol pak, si abate zemra se do të me fol me Zotin, po me e zgjat kishte edukat. Dhe i dha Zotit një variant. Unë me këtë bëj dhe punë tjera që ti thoshte i madhi Zot, po çfarë bën ti të vazhdote një orë, pastaj duke tregu nga kënaqësia e privilegjit që i u dha me fol me Zotin e gjithësisë. Kur i tha unë me këtë bëj dhe punë tjera, Zoti e futi në mision. Tha hidhe atë o Musa. Hidhe shkopin tënd. Dhe hedh Musa i shkopin dhe ai kishte pa Musa ishte rrit në për kodra, në për gjëra, kishte pa gjerpring, kishte pa gjëra nga më të ndryshmet, po kjo ishte e veçantë. Ky gjerpër kishte dy cilësi që nuk e kishte pa në Musa dhe nuk ka ndodhur më. Ishte shumë i madh dhe lëvizte shumë shpejt. O janë të vegjël, lëvizin shpejt, o janë të mëdhenj, lëvizin më ngadalë, po gjerpër shumë i madh dhe lëviz shpejt do të merron vllai dashur. Dhe Musa a.s. me gjithë se ishte në prezencën e sundjuesit suprem të universit, kthehet për të ikë nga frika. Po për Zotin. Kështu është në Kur'an, është detaj. Pra aq i frikshëm u bonte gjarpri, sa edhe në prezencën e Zotit
u fut natyra njerëzore. Pra, kur i foli Zoti dhe foli me Zotin ishte jashtë dimensioneve. Kur u fut në aspektin e bisedës të fundit, u fut në atë njerëzoren me kuptu që jam akoma njëri. Dhe u tremb. I tha Zoti, ndal Musa, të dërguarit përpara meje nuk tremben. Pra e kupton para kujt je? Tani ka i gjë të bukur vëlla. Pse ndodhi kjo? Pse u tremb? Pse ishte kaq e frikshme? Ai di pse? Ta themi i sekret para se më shku ke historia tjetër, se nuk është për sot. Vëlla, ai gjarë për u bë i frikshëm për Musan, sepse kur zullumqarit më të madh botës t'ja hidhte atë si sfidë, do ta tmerrote atë dhe vetë do të ishte trim dhe për herë të parë në historinë e faraonit zullumqar, Musa i do ishte shumë lart trim i madh që bën një veprim, kurse faraoni është tmerruar dhe hera parë që e pa veten më të vogël se kur ky gjarë për ju afru dhe u trem pa mas dhe u turprum sytë të gjithëve dhe ky shkop që e udhi Musa i para faraonit dhe ai u trem e ka mbrojt gjithë jetën sa herë Musa ishte me shkopin ai zguxonte me vraj, vrau magjistarët i vrau të gjithë, nuk i shkonte mendja për Musa nga frika që ndjeu dhe ishte frika e parë dhe e fundit pasaj kur u përmit. Prandaj ishte një ngjarje kaq e madhe si profeti me Xhebrailin, të ka ardhur shpallje, inna sanul qiyalike qawlan thaqila. Mos e merr lehtë, nuk është çështje lehtë, kjo është çështje që ka të bëjë me Zotin e gjithësisë. Ai thot, o Musa, ndal në prezencën time, nuk friksohen të dërguarit. Edhe u qetësu. Tha, merre shkopin se do e kthejmë në formën e mëparshme. Dhe imagjino tani ai çasti nga frika sa e prek kthehet në shkop. Ky është argumenti i parë thot për të shkuar dhe për t'i treguar faraonit atë që duhet. Pra, kjo ishte, si më thon, pjesa, se nuk do zgjatim vëlla për ta marrë gjithë sot, por kjo ishte pjesa që mund të themi e nisjes të pejgamberllokut. Deri këtu, pjesa parë ishte vëlla pjesa që flet ai edhe i flet Zoti, flet ai me Zotin, po akoma nuk e dinte çfarë do ndodhte. Kur i tregoi argumentin e shkopit që u kthy gjarpër, dhe i tha, vendose dorën tënde këtu dhe nxirret bardh si drita e diellit, janë dy argumente për çfarë Zot? Dy argumente që do të shkosh ke faraoni dhe do t'i shpalosësh atij të vërtetën e madhe. Tu e kuptoi që ishte bo pejgamber dhe pejgamberlloku i kishte dhënë një amanet që t'i tregonte vendin zullumqarit më të madh që kishte bota, kriminalit më të madh që kishte bota në atë kohë. Prandaj faraoni simbolizon tiraninë e madhe, edhe Musai simbolizon lirinë e njerëzve, besimin ke Zoti, veprat e mira, ndershmërinë, bujarinë dhe çdo të mirë që lidhet me ta. Këto janë, si më thon, antonime dhe asnjëherë s'bëhen sinonime. Ka shumë as sa kemi filluar me historinë e Musait alayhis salam vase. Por biseda vazhdo dhe pak midis Allahut Madhnushëm edhe Musait, por ne besoj edhe mendoj që do ta lejmë se nuk kemi tregu pak sot vëlla. Kemi tregu nga fëmijë deri ku flet Musai me Allahun xhelle xhelalu. Ti e diun që do deri për sa valla. Jo, nuk jo, po ndem shikoj. Nuk e dia nëse i ndodh edhe shikues, po më duhet shumë ta mbledh veten, a mund të se ti nuk e kupton se ç'a bën. Jo, mundohem ta kuptoj vëlla. Ti futesh te bota jote, shpjegon aq bukur, domethënë ndërkohë që ne tjerët edhe na duhet pak sekonda të marrim veten or ç'a ndodhi. Se domethënë në ato momente që ti e shpjegon, ndoshta duke imagjinu Musain, duke imagjinu Gjarbrin, duke imagjinu gjithçka, mund të momenti kur i thot Zoti ndal se kjo edhe momenti e ndalon dhe pret bësh bisedim me mua ndërkohë që unë akoma s'kam marrë vetë. Jo, është e vërtetë sepse unë edhe që ta përgatisi temë vëlla, normal që kam lexuar shumë edhe shikoj shumë materiale dhe unë e kam të disa të herë që e imagjinoj, gjatë po flas gjatë ditëve tani se ne për Musain. Ja, e shoh edhe te komentet që thot gjithë njerëzit ta mund të biles ka kështu o Allah të lumt na për ty, a mund të respekte për qofshim fal. Subhanallah, mund të është e gjitha dhe është interesante, kemi filluar në 4:25 minuta. Ora është 5:19 minuta, do të thënë për 6 minuta mbushet 1 orë. Mbushet 1 orë? Gati 1 orë. Ora ka hik kështu, nuk e kam kuptuar fare.
Ja, po gëzimi me dorë, thot, okej, thot, gëzim, jam të mat me minuta, me kronometri, kam që qënu më kështu që... Kur është sa ma? Edhe 29 minuta. Thot, subhanallah, thot, një Fred Jashari, thot, na friksoj dhe neve këti, thot, jo ty që ti përballë. Tha, ja, inshallah. Allahu akbar, ishte, domethënë unë e kam shiju shumë. Unë e kam shiju, thot Kushtrim Adili, Allahu nderoj për hapjen e dijes, thot, në podcast jeni si lumenj me mjalt kuranor. Elhamdulillah. Thot, dikush ardi gejna, thot pasha Allahun edhe neve në ndodh, thot, sikur ty, thot, duam dhe pak kohë me marrë veten. Po, sepse... Dhe, jo, po të që me i thonë, ju jeni mirë se nuk ju kërkon njëri, ndërkohë që visi e ndërpretën, thot, urdhon tani fol. Ti ke si të mush me lo. Po, unë duhet të faktë një 3-4 minuta të kuptoj, domethënë se qa më ndodhi, isha domethënë të errësira edhe njim ka kuptuar më mirë se të gjithë. Thuaj valla. Jo, s'ka gjë. Por be thot lejet pushoj pak, Allahu ju rujt, thot ta shiroj tamam nga ky grip, se shef që s'jam optimal tamam. Ja, sepse shef kollën. Jo, e ka drejt, po e lëmë më shuru na ikut se 4 ditë janë. Edhe 4 ditë janë. Kur e shpjegon thot kështu, bëhen shumë qarta historitë, thot i gjë duhet ta themi valla. I gjë duhet ta themi që gjatë gjithë historikut botëror pejgamberëve janë bërë shumë padrejtësi valla. Pra, Kurani i pastroi pejgamberët nga të pavërtetat që kanë qenë përpara. Se kanë qenë njerëzit më të mirë vëlla, më të ndershëm. Edhe duhet patjetër vëlla që ne t'i sjarrim siç duhet, siç e përshkruajt Kurani. Kurani ka përshkruajt Mustafin al-Akhyar, më të zgjedhurit e më të zgjedhurve. Dhe kanë qenë pishtar ndriçues vëlla në rrugën e Zotit, në rrugën e mirësisë. Kështu që falenderoj Zotin që na mundson që ta shpjegoj më sa kemi mundësi. Amen, kur niqim shkallët që si ishte ajo, se nga Musa i dalin histori pafundë dhe mësime të gjitha, si ishte ajo me Harun al-Rashidit, që tha do të këshilloj, tha. Po, ishte njëri, po s'kemi shku në aty, po. Jo, saktë. Jo, i thot Zoti, gjë të bukur mirë që ma kujtove. Ta e përmendim dhe nesër se një pjesë e vëllezër e motrave tani shkoputen. I thot vëlla Zoti, shko ke faraoni dhe fliti atij fjalë të buta. Dakor? Kur ti bote thirrje në fillim islame, fliti me fjalë buta. Dhe kjo është vënë si rregull në islam. Nuk ka islam me ashpërsi. Me shpjeguj dikujt se kur Musa që ishte njëri aq i mirë, sa i foli Zoti vet, dhe faraoni ishte aq i keq. Kur njeriu më të mirë të asaj kohe i tha për njeriu më të keq të gjitha kohërave, foli fjalë buta, imagjinon neve kush jemi të flasim fjalë të ashpra. Hyn njëri nga Harun Rashidi, ishte drejtuesi besimtarëve. Edhe ky i lejote njerëzit që mendonte që kanë një far peshe, kështu dhe i thotë më këshilloni. Thoni diçka të bukur se na huton kjo botë, se kishte gjithë pushtetin në dorë. Thotë ai do të këshilloj, por ashpër shumë, ta nxirrin e marr jashtë këtë. Edhe e morën ato si ushtar me nxjerr jashtë. Tha i pse? Po i ka tha mos u bë qesharak, se unë mendova se je dikush. Njeri i tha më i mirë se unë. Urdhru njëri më i mirë se ty, tha. Domethënë ky ishte kot Musa i kush ishte, njëri më i mirë se ty. Urdhru me i fol but një që ishte më i keq se unë. Kush se ti tha do më japësh për dirë për jashtë dhe nxorën jashtë atë. Pra mas Musait që i tha Zoti fliti në surën Taha i thot fliti fjalë të buta faraonit për ta udhëzuar, askujt nuk i lejohet që të flasë ashpër në Islam për çështjet e fesë. Se hyn gjinaf të madh vëllai. Ja morëm edhe i këshillt ne nga fundi, ashtu ja spostova edhe 5 minuta. Po, ashtu. Do na bësh bëjmë një dua. Si mendon? Në mirë, se pas ke marrë këshillin atij që tha po e vdes fare. Po, tani ke lutjet. Çik 2 minuta. Selam, lexojmë një mesazh. Jo, okay. Selam nga Tetova. Faleminderit Zot Allahut që të kemi, që na tregon histori të vërteta, posh. Se Zoti ka thonë Kur'an, dhe këto janë historitë e vërteta. A do më lejosh ta lexoj këtë komentin? Dëshmoj thot, do të pëlqej shumë se të ka përmend hoxhën që ty të pëlqen shumë. Dëshmoj se ne jetuam në kohën e Jakub Asibit dhe Delvisit. Zoti e pas të mëshiroj hoxhën. Kur të dalim para Zotit,
nuk do të themi që nuk ditëm nga Islami. Prandaj feja është për atë që dëgjon dhe bindet dhe Zoti ju ruaj gjithëve. Mashallah. Shumë koment interesant. Për këtë kemi nevojë vëlla. Domethënë muslimanët, a di si është problemi edhe kur këshillon. Këshillon me edukat, këshillon me argumente. Ke pa vëlla që ka humbi çik kjo edhe në Ramazan? Njerëzit shprehen jo mirë. Shprehu vëlla me këshill të butë, boje kritikën, se kritika e dërgon përpara i shoqëri, po jo me sharje, jo me fyrje. Nuk mundesh vëlla të prishësh etikën për 200 like më shumë. I ke vonë për të marrë pak like më shumë, e prish etikën, e do më i pëlqy njerëzve se qas me bos i egër, si ai Marur Rashidin. Ri vllaset. Mirë, 20 vjeç dhe mund ta bëj atë gabim, po prit vllaset jetu shku 50-60. Edhe me të lënë sa koha nuk mund ngelesh i saj. Pra është gjinaf. Dhe këto komente, jo se ishte për mirë, po edhe ti në formën e këshillës të kënaqin, sepse me edukat, me mirësi, me bukuri, sot ja shpërblet njerëzve të edukuar dhe të mirë muslimanë dhe muslimane. Pjesa nëse më mend dje për shkak kemi qenë domethënë në formën që po diskutonin ndërmjet Sulejmanit dhe Belkisës. Dhe i kishim arrit nivelin më të lartë diplomacisë. Dhe më pas po diskutonin Antoni historinë e Musait apo të Jusufit. Dhe jeri dhe një koment. Ju jeni aq të mirë dhe të mrekullueshëm sa ishte brillante. Ju jeni aq të mirë dhe të mrekullueshëm sa mund t'i bani të dy, ja. Mund t'i bani të dy historitë. Në fund smuat prapë Elvisi. Ishte perl. Jo, po faktikisht domethënë nga mënyra se si e shkruajti ai duhet më i marr të dy. Inshallah po ja arrim. Inshallah do zoti. Ne kemi dy formate që të folim. Po si komentuam shumë ne hecim. Po i komentuam ne ngecim. Komenti ka vlerën e vet, por edhe biles do t'i pyesim vëllezërit e motrat, e duan historinë pa shkëputje apo e duan me komente të ndryshme? Këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë. Ka dy lloj të folurit valla. Po, tani që të sqaroj. Mundesh që historinë e Musait ta çosh 10 ligjërata, mundesh ta mbash me 3-4, po esencë dhe ekstrakt dhe bazohesh ke gjërat bazë. Okej. Kjo do parë. Për shembull sot ecëm shpejt. Po tash sot ishte stili me shpejt. Pra do të thotë gjërat kryesore me dal ke kulmi që është e folur Allahut mëdhnushëm. Por ne sot mund të shtyrshim edhe dy tema të tjera, nëse i komentojshim kur ishte fëmijë, me lidh pak me aktualitetin, me tregu gjërat kryesore, me lidh me ajete të tjera, me hadithe. Prandaj nuk e di motrat e vëllezërit mund ta thojnë se si e duan pa e shkëput nga konteksti i historisë apo me ilustru me ajete me hadithe me gjëra aktuale me radhë. Siç shkëputëm çështjen e moralit femrës. Atë e shkëputëm në kontekstin e kohës. Thot me komente thot dikush, thot Elvira, thot komente thot Allahu e bekoft, thot kam përshtypjen se sot ishte shumë interesante se kishte pak komente, por që ishte prapë brenda realitetit. Për shembull, si qasja e edukatës me femrën, mënyra e sjelljes Musait, mënyra se si u soll me Zotin, me lutjet që bonte, po. Kështu që në këtë lloj forme kam përshtypjen që kjo ishte e mirë. Ja, na japin një ide me komente thot një të ndryshme inshallah thot me komente. Mendoj gjërat më kryesore të historisë. Mendoj të na japësh esenciale, kështu kemi mundësi të ngjojmë dhe histori të tjera. Mashallah. Ashtu si mendon ti gjithmonë. E ilustruar kuptohet më shumë. Por për Zotin këto që ti je gjithë musliman si këto që na ndjekin në podcast, unë do isha njeriu më i lumtur në botë për Zotin, po. Janë shumë të edukuar, shumë të qartë, shumë të mirë. E di çan ndodh ti ke krijuar një lloj fryme në pak a shumë në rrjetet sociale. Dhe njerëzit që bashkangjiten aty janë njerëz që normalisht e pëlqejnë këtë gjë. Ka për shembull në vende të tjera, siç mund të jenë edhe portale, rrjetet sociale si gjë, ka disa për shembull që kanë mbledh gjithë, aty tullesh mrekullinë e botës, sulmojnë gati të shqyn me negativitet me komente. Kurse këtu domethënë, kështu që këto janë realisht, këto janë real. Jo, duken nga komentet ka lezet. Se këtu nuk ka një koment që thush për shkakun, ti marr një për një, i lexojnë të tjerët. Ky shpjegim është i mrekullueshëm, Allahu, domethënë çdo lloj gjëje është, ju e dini më së miri po sipas historisë. Ore, po bravo. Tu është kulmi për Zotin, është kënaqësi ti lexosh, është dhe kulmi i lartë i edukatës dhe etikës që njerëzit shkruajnë komente dhe edhe janë të thelluar, ëh. Po. Se unë shikoj që lutem për xhenetin, japin komente të bukura. Sa herë kemi bërë një pyetje pak për ta ngacmuar situatën, kanë qenë të parët
thot me komente thot është më e qartë. Shumë e bukur historia e Musait, unë preferoj me detaje të mësoj dhe më shumë. Shihet, është gjuhë fantastike. Kështu që Selam aleikum nga Manchesteri, thot, më emocionoi shumë sa bukur e tregon në vis. Amin, inshallah Zoti na e pranon. Vazhdon ai djeshmi thot. Edhe me Jusufin thot se e presim me djalin tim thot. Inshallah. Po vetëm historia e Musës tani sa vjen dhe është në këto nivele si puna bisedës me Allahun. Kjo është histori. Atëherë për ju që shumica e dini dhe ashtu, kjo e sotmja, inshallah do Zoti visi është mirë nesër, por kjo e sotmja është vetëm 30-40% e historisë Musait. E nesërmja është jo, tani vjen vetëm ngritja sepse është dialogu. Ja ti themi pikat. Është dialogu me faraonin. Është ballafaqimi me magjistarët. Janë 9 mrekullitë e mëdha. Është deti që hapet. Është biseda me Allahun e Mëdhnueshëm. Është sfida me Karunin. Është ndrimi i jetës Asjes. Është Musai me Hidrin. E kupton, ne nuk e mbarojmë dot në Ramazan, domethënë Musain, për mendimin tim, Zoti e din. Edhe sa podcaste mund të jenë. Gjithmonë nëse kemi. Edhe 4? La ilaha illallah. Po ja më duhet të ketë shumë bezë. Eso, po mi mund marrojmë Musa alayhis salam. Jo, unë domethënë Facebook kemi qenë 1.3, tani jemi ke 870, domethënë në këtë. Po 2250 në Instagram. Po mirë, bëhet me mbyllur kur janë 2250. Me pasim do ta mbyllim që do falim se bahon. 70 minuta do ta. Sa? 17. Mashallah, na boni dua Lezer më. Interesante është për shkakun që do t'i kërkojsha të gjithëve që ta shijojmë të Musain edhe nesër punin e dua inshallah çrohet visi. Me thonë drejtën sot se ata them tamam? Ja pas sa gricje të fytyrë që më ta them tamam valla. Drejt. Do që ta dëgjojnë gjithë. Po. Sot kam majt 40% optimal se sa fillova kam dhimbje fyty. Allahu akbar. Domethënë mund të jetë kënaq vëllezërit dhe motrat, un jam i pa kënaq fare se 40% kam qenë optimal sot. Subhanallah. Inshallah nesër do jem më mirë. Inshallah. Po sot sinqerisht si duket mos ishte edhe ftohtë këtu se mora vesh. Se fikëm atë. Po. Edhe un kam dëgjoj po fillova valla se ndërprej dot, se më të thon ndize. Po sinqerisht sa kemi fillu, un nuk kam qenë optimal. Se un historinë e kam shumë më pasion për ta treguar, po gjithsesi kaq ka dash i madh i Zot. Nuk e di, me të shoh është përcjell emocioni. Po un nuk isha në optimalen. Jo, shumë, jo. Tani nuk e di kush është optimali, po. Jo, po më dhem fyti. Mirë, ty dhem fyti, po neve na kemi. Çka ka jo. Mase Zoti bën mrekullitë. Jo, ti duket tash neve ka ardhur ne, po isha 2 minuta e fundit edhe e mbyllim. Ai që ligjëron. Është shumë problem i madh, qofse si ka gjëra të gjitha në vendin e duhur. E para shëndeti, e dyta ambienti, e treta dëgjuesi. Po su sinkronizuan këto vëlla nuk del optimale. Për shembull, kam vujt historikisht xhaminë e Tabakëve. Xhamia e vogël, vap shumë, xhamia plot. Filloi vëlla 7-8 minuta mund filloi të djerë gjithë trupi. Ç'a ndodh? Ti nuk je më optimal se trupi s'është optimal më. Dhe ti nuk e përcjell dot maksimalen. Sot kam përcjell vetëm 40, nesër boni ç'a doni, grofeni çik më përpara. Por vëlla im nuk e përsolla ajo që përcillet nga i madhi Zot është prej atij pastaj që e çon vëllezërit dhe motra sepse fjala e tij është më e larta. Me ty e ka gëzimonese edhe çik më ngrof këtë se. Po. Na morët në qafë. Ta. Zoti a bëjnë sot s'kemi fuqi për dua, po do na bëjnë vëllezërit dhe motrat për ne. Kanë bërë shumë për Zotin. Ne na ruajnë duat e lutjet e vëllezërve dhe motrave. Domethënë sot visi nuk bën dua për ne, për vete, për ne të gjithë, sot bëjmë ne dua për visin që ta kemi te historia e Musait. Jo, më që të shkoj visin në xhenet, po nuk na prish punën e Musait, po na bëni dua të kemi begatit pafund në këtë botë, botën tjetër, po për nesër. Po tu na su bo kiameti vëlla që mos jem. Jo, po tu na tregu për Musain, do shkojmë në xhenet pra si do. Inshallah, po edhe mund të shkohet në xhenet dhe pa tregu për Musain. Ja, inshallah dum në Musain. Zoti rujt që gjithë.
agjerim të lehtë edhe inshallah sa më shumë vepra, mos harroni Amin. sa më shumë lutje namaz në natës, mos harroni Amin. dhe imamit na tregojnë nesër historinë e Musait. Zoti ju Amin. gjithëve, selam Amin. aleikum. Aleikum selam.